Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha u shfaq këtë të shtunë përpara mediave për të njoftuar një fitore që ai e konsideroi të rëndësishme në fushatën e tij ndërkombëtare për të denoncuar, siç thotë ai, krijimin e një narkoshteti nga ana e qeverisë Rama. Dje në Washington, në forumin e Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, forum që bashkon rreth 80 parti politike të djathta dhe qendrës së djathtë, por që de facto udhëhiqet nga Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara, që përfshin Unionin Bashkimit Demokrat Kristian të Gjermanisë dhe të gjitha forcat politike të Partinë Konservatore të Britanisë dhe forcat tjera politike të qendrës djathtë dhe djathta në Europë dhe në botë, kanë votuar në unanimitet të plot, me mbështetje të plot, pa asnjë vretje, rezolutën kushtuar Shqipërisë. Berisha theksoi se një rezolut me 11 pika I miratuar të premtem në Washington gjatë forumit të Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, sipas Berishës, është një goditje të reformës në drejtësi dhe kreu të spaku duke të kritikuar vendimet e motivuara politikisht ndaj drejtuesve të opozitës. Këto rezoluta nxjerrin në dritën e diellit keqpërdorimin e drejtësisë dhe reformës së drejtësisë në narko-regjimi, dëshmojnë se Altin Dumani nuk është gjë tjetër veç se një Altin Troplin, apo poja I skapit, që një verbridh dhe fanatizëm politik sulmon me tërbim pluralizmin politik në Shqipëri. Berisha ju përgjigjet ashtu pyetjeve mbi zhvillimet brenda Partisë Demokratike duke konfirmuar se do të pranojë propozimet për ndarjen e funksioneve drejtuese në parti, një proces që sipas tij do të realizohet me vullnetin e demokratëve. Ne shkojmë, ka mendime, e them këtu, të qarta, që në Partinë Demokratike do të ndahen funksionet. Dhe kjo do ndodhë, por të gjitha këto do bëhen me vullnetin e antarësisë Partisë Demokratike, me vullnetin e demokratëve. Ai sqaroi se nuk impresionohet nga takimet private të organizuara nga individë të tjerë të partisë, duke shtuar se ka pranuar vetëm një takim me Ilir Ali Mehmetin. Asnjë takim privat nuk më impresionon. Asnjë takim privat, absolutisht. Ndërkohë, do ndigjohet çdo zë brenda forumeve. Ky besoj, kjo është detyra ime, ky është parim për çdo forcë politike demokratike. Por ata që zgjedhin privatën kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ilir Ali Mehmetin e kanë pritur, ka kërkuar takim dhe e kanë pritur. Antari kryesisë Saliani nuk ka kërkuar. Një platformë nuk ka sjell, kemi bërë një bisedë dhe pak a shumë I kam thënë këto që po ju them ju. Gjithashtu, Berisha rikujtoi se analiza mbi rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit nuk do të bëhej përpara daljes së raportit të Odirit, duke theksuar se një gjë e tillë mund të dëmtonte kauzën e opozitës për të faktuar manipulimin e zgjedhjeve. Ai nënvizoi se qëllimi është të ruhet uniteti I demokratëve dhe të ndërgjegjësohet Bashkia Ndërkombëtare për situatën politike dhe ligjore në Shqipëri.